Këtin? Po, prej dallim prej ndeshjes por, mendoj që Brazili veç ka orë duke e morë veten edhe duke hinë në formë sa më shumë si ekip. E fitoj ndeshjen bindshëm, e po më dhe Vinicius që e tha dhe profajs met është në njët Mesit, Ronaldos, Mbappés, mirë po që se ka futbollist që mund të qoj kombëtarin e Brazilit deri lartë apo deri në finale, mendoj që do të jetë vetëm Vinicius, për shkak se edhe Realin të 2 vitet e fundit apo sidomos këtë vitin e fundit ka qenë Vinicius që e ka mojt lart, për shkak se është lojtar që prej Kurgjofit e bë diferencën, në gjendje prej Kurgjofit me shënu golle, po më dhe gollen me Marokën, edhe pse skuadra luante shumë dop, po me një top me Vinicius në zonë e bënë diferencën edhe barazoi rezultatin. E fitoi ndeshjen me merit, tash vetëm vjen duke marrë ndeshja pas ndeshje formë sa më shumë edhe është një prej favoritave për Spakën me shkuën në gjysmëfinale. Neymarin Siepe, a ka shansa që të rikuperohet shpejt, o duk shumë emocionuar kur u inkuadrua? Po shumë emocionuar, po është kompeticion që i dënë lojtarët vetëm që janë të gatshëm. Gatshëm. A i po më shumë dëm prania Neymarit apo më shumë hajrë, pozitive? Nashta në aspektin e mediave është ma mirë, po në aspektin sportiv e dinë trajnerat që si kompeticionet vinë vetëm lojtarë që janë 100% gatshëm po. brenda vijave, jo jashtë